Kum pas shumë portiera, se qenë janë për portiera shumë të mirë, Armir Grima, kur arën flamurtar kam qenë i ri, ka qenë shumë cilësor në të kohë, po informacionin tem është Kushtrim Mushica. Kum pas të Prishtina, na bo kampion bashkë, edhe më ka pëlqy shumë, ka qenë portier me cilësi shumë të dhaja, edhe në port është Kushtrim Mushica. Mbrojtës e Krahut, i djathë dhe i majtë. Mbrojtës e Krahut djathë shumë e letë, është Besnik Krasniqi pas një diskutim. Besniki ka qenë edhe sa kum lujt bashkë me ta, ka qenë fenomenal, një sezon Prishtini pa të pas 12 golla nëse s'ka bëj. Ka qenë mbrojtës i djathë më i mirë dhe është edhe jo veç për bashkëlejtarëve të mi, po është mbrojtës i më i mirë në ligë që ka pas Liga e Kosovës. Majtë? Majtë ma problem, po jam mes Liridën Ametit, e kum pas bashkëlejtarë dhe të flamurtare dhe të Fushtrena bo kampion bashk, mes Liridonit dhe Labinat Ibrahimit, edhe Labinati ka qenë lejtari mirë shumë, edhe djali mirë edhe lejtari mirë, po Liridën Ameti. Qendër pas një diskutim Alban Dragusha, me Albanin kum lunë Fushtre, ka qenë lider, ka qenë lejtari mirë shumë, pas një diskutim Alban Dragusha edhe partner Ardian Limanin, që tash është lejtari joni të Prishtina, kur kam qenë të drita ka qenë i ri, po ka pas cilësi shumë, më ka pëlqy shumë prej asaj kohe, dyshja është Alban Dragusha dhe Ardian Limani. Treshja mes fushës? Edhe në mes fushës është shumë problem, se kum pas shumë lejtar të mirë, shumë cilësor, tash edhe pa pregadit pak, po dyshja e mes fushës pas një diskutim Azem Ametin. Azemi kom lujt kat me Azemin edhe të flamurtari edhe të Prishtina. Ka qenë janë ndër mes fushor më të mirë të Prishtina, ka qenë 8 vjetë gjys. Po edhe në futbollin e Kosovës mas luftës. E vërtet, në gjyna bile u ka si vazhdimsi edhe sot. E vërtet, bile me t'i shkon këtë koha i kishet shumë me nej me futboll, po koha u kone keqe. Azem Ameti edhe kapiteni që këna posa, edhe Azemin e kum pas kapiten Prishtin, edhe Dritan Krasniqi. Edhe Dritoni ka qenë shumë lejtari mirë, ka qenë shumë punëtor, ka jep maksimumi, na ka motivu gjithve. Do t'i këna pas kapitena që na kanë shty për para shumë. E veç vetën a? Jo vetën, jo. Veç ka qenë lejtari më i mirë që kum pa këtë të lujt nësa me herë, Edi Martini. Ka lujtë edhe Sulmusa dhe Sulmusi flamurtar, ka ardha i ka pas shumë cilësi. Ple ka ardhë në fund karierës, po ka një jashtë sa ka shumë. Në me një shot të frekshëm. Ka qenë teknik edhe shutin e mirë. Bashkë në Grimë në patënorë dhe me atë mbrojtësin. Resulin. Dritan Resulin. Ta 3 kanë ardhë, edhe u ka një Sulmus Anesti Vito, flamurtar. Matsu konaj. Në vërtet shumë lejtari mirë. Dhe i shpejtë u. Sulmus të Krahut? Sulmus të Krahut, pa dyshim i kam më të letë, nështë i kam 2 Sulmus të Krahut. Rashica dhe Doni, ja? Rashica dhe Liridën Latifi, me të dytë kanë lujt, të dytë kanë qenë lejtar të ri, të dytë kanë qenë me potencial shumë të madh. Thash me Liridonin, tash menojnë dikush që kam shok, po në të vërtetë ka qenë janë e lejtarëve më të mirë që ka pas futbolli Kosovës. Vërtet, pa jo sot do të kallëzu në ligë konferencës, çfarë ndeshje po bën. E vërtet. Jo dhe karrierën që e pat në Europë. Të Sherifi, të Skënderbeu. Të Skënderbeu. E vërtet, edhe Qendër Sulmus Malsar Xhambaloj. Kum lujt me ta makat, kena pas një tandem shumë të mirë flamurtar. Ka qenë fenomenal, profa kum su shumë prej tij.